Pas vendimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës për të pezulluar bisedimet për formimin e institucioneve të reja, nga lëvizja vetëvendosje kanë deklaruar se mbetën të angazhuar për dialog dhe arritjen e një marrëveshjeje politike. Zëdhënësi i LVV Sarlind Mandxuka në një përgjigje për TVN ka thënë se partia po vazhdon përpjekjet për të gjetur një zgjidhje përmes takimeve dhe bashkëpunimit me partitë e tjera. Ne përpiqemi maksimalisht, jemi aktiv dhe konstruktiv për takime dhe bashkëbisedime, të hapur e të sinqert për marrëveshje. Shpresojmë që opozita nuk do të barikadohet kundër dhe të na çojë në zgjedhje përsëri, tha Mandxuka. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka deklaruar të mërkurën se do t'i ndërpresë të gjitha angazhimet për formimin e institucioneve të Kosovës pas nismës për shkarkimin e tij nga posti i kryetarit të partisë. Një person është plagosur me armë zjarri të mërkurën mbrëma në fshatin Miradia e Epërme të fushë Kosovës. Sipas policisë së Kosovës, rreth orës 21 është pranuar informacioni për rastin, ndërsa njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Plana, ka konfirmuar për TVN se personi i lënduar është dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa hetimet për zbardhjen e rastit janë duke vazhduar. Policia nuk ka bërë të ditur identitetin e të lënduarit, ndërsa rrethanat dhe motivet e ngjarjes mbeten ende nën hetim. Ka ndëruar jetë punëtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, i cili kishte psuar lëndime të rënda trupore gjatë kryerjes së detyrës së punës në Obiliq me 8 korrik. Rasti ishte raportuar nga policia e Kosovës, e cila kishte bërë të ditur se punëtori ishte lënduar gjatë punës dhe ishte dërguar për trajtim mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lajmin për vdekjen e punëtorit e ka bërë të ditur gjatë ditës së sotme sindikata e re e Kekut, e cila përmes një njoftimi ka shprehur ngushëllime për familjen, kolegët dhe të afërmit e tij. Kurse rrethanat e aksidentit në vendin e punës vazhdojnë të jenë objekt i hetimeve nga organet kompetente. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës, të cilat vlen për datën 16 korrik 2026. Sipas vendimit të ri, nafta është shtrenjtuar edhe për 2 cent krahasuar me një ditë më parë. Çmimet maksimale për të enjtën janë: nafta 1,56 cent për litër, benzina 1,40 cent për litër dhe gazi 60 cent për litër. Këto çmime hynë në fuqi nga ora 10. Irani deklaroi këtë të njëjtën në mëngjes se ngushtisa e Hormuzit do të mbetet e mbyllur derisa Shtetet e Bashkuara të pranojnë kushtet e Teheranit për rihapjen e rrugës ujore strategjike. Sipas medjeve iraniane, zëdhënësi i ushtrisë Muhammad Akraminia kishte deklaruar se kontrolli i ngushtisës duhet të vihet nën autoritetin e Iranit përpara se ajo të rihapet. Ai tha se Washingtoni duhet të përmbush kushtet e marrëveshjes kornizë të paqes të muajit të kaluar, të ndalojë ato që ai quajti veprime armiqësore dhe të pranojë rregullat iraniane që qeverisin ngushticën. Komentet e tjerë dhën pas një vale të re shpërthimesh që u raportua në disa qytete iraniane, ndërsa Komanda Qendrore e Amerikës theksoi se sulmet kishin në shënjestër kapacitetet ushtarake iraniane të lidhura me kërcënimet ndaj anijeve që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit.